Niverja nga fshati Hotel pyet, s'pari përshëndet Hoxha dhe pyet, do të një burr që rrin në gurbet një vit pa u kthyer fare nga gurbeti, a ka humbur liçajin kurorëzimin me gruan e vet? Do thotë ash i shkurorëzuar më njëri. Çfarë do të thotë me fjalën? Ai njeri i cili rrin në gurbet një vit apo më tepër nuk konsiderohet i shkurorëzuar, kurorja e tij vazhdon, mirë po është njeri i cili ka bën një gjuna prej gjunave të mëdha për të cilën duhet të jap një llogari shumë trash. Me argument. Se një ditë prej ditëve në kohën e Omar ibn al-Khattabit radhiyallahu ta'ala anhu, khalifja i dytë i pejgamberit tonë alayhi salatu wassalam, ishte njëri që qarkullonte natën në rrugë për të pa hallët e popullit që i udhëheste, edhe dëgjoi se një grua i flitte disa fjalë në dhomën e vet. Dëgjoi prej rrugës. Ai tekst ishte tatawala hadha al-layl wa swadda janibuhu wa laysa li khalilun unaibuhu. Dhe një 3-4 rreshta ishin deri në fund ashtu. ولولا الله ولا شيء غيره لزحزح من هذا السرير جوانبه مخافة ربي والحياء تكفني وإكرام بعلي أن تنال مراكبه. Këtë fjali tha një grua të cilën me vesh e ndëgjoi Omeri për në rrugë. Për shkurti, në përkthimin e shkurt ishin, kjo grua tha, u zgat kjo natë dhe s'po kam me kam bisedu bisedë të cilën unë po duhet ta zhvilloj. Edhe tha se aq kam nder ndaj Allahut edhe ndaj burrit, aq kam frikë ndaj Allahut edhe nder ndaj burrit tem, sa që mës me i pas këto dia kish trati im sonte ishte ndodh me siguri. Tha po kur nuk do të ndodh për shkak se i frikëm Allahut edhe kam nderin ndaj burrit, kur nuk do ta bëj. E dëgjoi Omeri këta dhe shkoi te shtëpia vet. E trazoi çikën e cila kishte emrin Hafsa, ishte vonë natën, tha u qu ajo, me të merë normal se baba e trazon bien sa ati një për shembot natës me këtë kohën tonë tash, edhe tha më më tregu sa rrin gruja për burë. Ajo tha 1 muj baba jem. Tha a mundët me nejtë ma tepër? Tha rrin 2. Tha a ka mundësi me qindru ma shumë? Tha ka. Sa? Tha 3. Tha më tregon kë ka kufinin? Tha 4 muj. Edhe tha ber fli pra. Në mëngjes, të vendi i punës i shkrujti letrat për një gjitha anët e botës ka ishte ushtria ati duke shpall islamin, i shkrujti edhe urdhëj të më falni, urdhëj që çdo ushtar i cili ka bën në front ma shumë se 120 ditë me u kthi në shtëpi, edhe ato i zaventsoj me ushtar 3 prej qendrës. Do të thotë se u do mo ligj islam që burri prej gurbetit do të kthehet në familje në 4 muj e mba pak. Si të kalojnë 4 muj, kurorja është kurore, po ai bën në vete ditën e gjykimit një llogari shumë të rrezikshme, edhe ai e ka vu me një mënyrë e ka vu familjen e vet në rrezik. Po ashtu